është e vetë mja qenje e Zotit, që i dhënohet mos mi lip. Edhe i dhënohet mi lip pak. Provoj me cëllin dush dos shka e ki zëngin. Edhe hipin qaf, qka thot? A ka be mundësi me mlonja 5 minuta vetë? E Allahu Gjelle Gjelaluhu në gjdo namaz farz, edhe në gjdo namaz në sunet, edhe në gjdo vakt të mirë, si për shembull mes ezanit dhe ikametit, ka thonë lipëm që tu se t'jap. Në gjuma, lipëm se t'jap. Kush është ai i cili thot këshire? Kam dost mirë, për gjdo dit ka 40 herë në ditë thirëm, të t'jap. Si mos të më thërsh, i dhënona. Kush mundet me bo këta? Kush mundet me bo këta? Si mundet me bo kërkush bëzën? Allahu Gjellegja 17 herë farz të ka bo. Asë të lutëm. A da një ditë vëdete njërë për ditarëve të muslimanët parë, Muhammed ibn Wasi', hinë në gjami, edhe e falë namazit, edhe hinë në jeri, e falë namazit i shpejt. E falë namazit dhe shko, që është tradite jona. Selam edhe qajtore. A i tha, o birjem, në lupa këta, a nuk duhet kur gjohë, tha pi Allah i ta. I kitë, kur gjohë nuk duhet, mi thonë, ja rab, shiko e preki, kini pa dhe njerëve që shfalmi, se njohë me imin e lëkhani, edhe se njohë mi sa fukarajena. Falmi edhe, selamu alaikum wa rahmetullah, selamu alaikum wa rahmetullah. A kime t'i shka mu lute? A duhet t'i shka? E pas taj, kur ka njeri të lashe, pas taj në kohë. Po sa ti ke pas shnetë si e lutë? Sepse ti nuk e di sa duhet ai te bareke ve teala, sepse nuk e njeh veten. Andaj do t'i bën Qaim el-Juzeyy, sa më shumë që njeriu e njeh fukarallëkin e vetes, aq më shumë e njeh Allahun si i pavarur, edhe e lut ata. Andaj shka i tha Muhammed ibn Wasi, tha o birjam, as kina i salmi lipa? Kini pa njerëz dhe kur shkojnë para pasanikave? Thot inshallah dhe pak rriki se si dihet apo? Çështu njerëz menojnë, nuk i dihet thot. Apo, janë ismi a ka zhutë, qështu i kam pak të telashe e kështu me radhë, pra, kuptoj e ti, e lut njerin. A vjen pasaj të Allahu Gjelle Gjelalu dhe, a i cili i ka damartë që të në zënginave ndorë, janë alë kur doje të bare kjo e tjara, lut këtë, nuk e lut. A dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu i përgjigjet lutjes së çdo njani pi juve, derisa zgutët. Tha një Rasulullah, çish gutmi? Tha thot njani, u luta së mdha. Apo, e Allahu i dhohë shto. Sepse ti e cënon ata. Kur ti i thu, po une të pata lut ti, s'më mdha, ti e cënon. Si kur pi i thu, s'ni të mdha. Allah i kur nuk e pengon dhënjen, pos me urëci, jo nga se s'ka. Kja i te pas a ka, kjyre universin.